Por, Herolin, dhe unë të thash, ti e shumë e zërshme edhe sa i përket temave të tjera, ma dje dhe një postim e joti ka bërë një buj jashtëzakonisht të madhe, me qenë se kam parë se ke pasur edhe shumë reagime të ndryshme në këmbim. Një postim, pra do të ashojmë tani edhe në ekran kur flet për faktin se formën së saj përket se diaspora deri diko duhet të qëndroj neutrale sa i përket ndikimit apo votimit në Kosovë, sepse ke thënë se Kosova nuk votohet prej aeroportit as prej pushimeve verore. Këtë herë le të vendos populli që jeton Kosovën e ju ata që e shohim prej larg. Pse ky postim, Herolind? Çka të nxitë? Gresa e dashur, ato e kumbo prej eksperiencës teme, do më thonë që ka pusho çdo ditë në kantonin e Solloturnit, që ka pusho çdo ditë në Zvicër. Unë nuk muj me përballu faktin përderi sa komentus zakonisht vetëvendosjes, prap polidhnat e vetëvendosja, që e dina që shumica dërmu se këto zakonisht e votojnë vetëvendosjen, po aty jom të lidh me shumë raste që i njoh edhe vetë, që ndoshta kanë familjar, apo djem, apo vajza, apo pa marrë parasysh shkosh në familje tyre që përballën këto me ligjin, që janë të akuzum për krime të rënda, që i japin, i shpenzojnë deri 200.000 franga vetëm për avokat, vetëm mos me debu familjarin e tyne për Kosovë. E mandej i shohën e komentet në Facebook që shkrujnë Albin Baba, apo pa marrë parasysh ato komentet pro lëvizjes vetëvendosje edhe mandej ato fyrjet drejt opozitës. Po me bëm përshtypje, Herolin, sepse është një temë, pra se a duhet të votoj diaspora, apo jo është një temë e cila ka ngjallur shumë debat, sidomos kohëve të fundit edhe këtu në Kosovë, dhe të vije kjo thirrje drejt për drejt nga një mërgjimtare, disi më erdhi pak e befasishme. Po, unë e kumbo këtë reagim, përderisa unë vazhdimisht kom kontakt me mërgjimtar, edhe pyetja jeme zakonisht ka qenë të këta pse e voton të këtë parti. Edhe kjo ka qenë, zakonisht ka qenë përgjigja, po jo flet mirë, po jo do këtë mirë. Do me thonë, 80% bisedave që ka i kum pas nuk kanë ditë me të spjegu pse e votojnë partinë përkatëse. Edhe mandej aty ka ardhë, do me thonë, në fakt, mendimi jem që vetëm e kum shfaq me një status të Facebookit, për shkak se 80% diasporës zakonisht nuk e din se çka vujnë njerëzit në Kosovë. Edhe sidomos ky fakti më vret që nuk din as se çka vujnë shembull një nanë, çka vujnë një fëmijë me aftësi të kufizuar, çka vujnë një i moshuar që s'ka kur farë lloj ndihme, ndoshta ka ngel vetë. Kjo. Po, dhe sipas teje, pra, në qoftë se një person nuk jeton, nuk vepron në Kosovë, nuk bën që ta determinoj ashtu fatin politik, pra për personat të cilët janë aktualisht këtu në Kosovë, ne që zgjohemi, ne që punojmë, ne që veprojmë këtu në Kosovë, pra ne që ballafaqohemi dhe nuk ka të drejtë, pra dikush që vetëm dëgjon përmes ekranit për Kosovën dhe ta vendos deri diku fatin politik të Kosovës. Po, jo, sidomos kjo shkon për mërgjimtarët që vetëm vinë nga 2 javë në vit, edhe që nuk i din ligjet, nuk i din rregullat. Më fal Gresa, e kemi këto një organizim të tillë, ndoshta ndëgjohet pak muzika. Pa problem. Pa problem. Që nuk mirën absolutikisht fallësisht me Kosovën, edhe nuk e din fare se çka përjetohet çdo ditë për një qytetari në Kosovë, e çfarë vujtje ka edhe çfarë jete ka. Pra, Herolinda, dua ta bëj një pyetje direkte. Sipas teje, lëvizja vetëvendosje po manipulon deri diku me mërgjimtarët të cilët janë jashtë Kosovës? Absolutikisht po manipulon, sidomos me social media, që mujna me thonën, për hedhin ato fotografijat, ato videot e tyre, apo kupton, ato videot e shkorta që
shumica dërmuese po manipulohet, thjesht shkurt shqip, edhe unë këta nuk mundem me akceptu përderisa unë vazhdimisht kur të vinë Kosovë, vizitoj familje, vizitoj qendra, vizitoj institucione edhe